Hello goca, sot do ndaj me juve rutinën time të dushit hap. T'ju tregoj gjithçka sot, kujdes ndaj flokëve, kujdes ndaj lëkurës dhe trupit. Gjithmonë e filloj para me kryerjen e flokëve, sepse nxit qarkullimin e qakut dhe kjo bën që floku të zgjatet. Këtë procedurë e bëj për diku 5 minuta. E kam si rregull çdo herë para larjes dhe pas larjes të bëj kryerje të rregullt të flokëve, për shkak se gjatë larjes i ndihmon që të mos ngatrohen. Në fakt tani që i kam lyer nga dekoloranti, është pak e vështirë të mos ngatrohen. Gjëja më e mirë që mund të bëni për veten tuaj është që kur të keni fëmijët në gjumë, të merrni kohë për veten tuaj dhe t'i kushtoni vetes rëndësi. Gjëja më e mirë, detyrata më e bukur që mund t'i bëni vetes. Unë për vete që u kam filluar të krijoj këtë rutinën time të dushit, ndihem shumë më mirë, vetbesimi është pak më i lartë dhe kujdesi ndaj vetes është shumë herë më shumë se sa më përpara, se sa kur isha e zhytur në punë dhe lija çdo gjë për veten time për të kryer çdo nevojë të tjerëve. Po përgatis flokët përpara se të vendos maskën, sepse nuk dua të fus kokën në ujë të gjitha, për shkak se maska duhet të qëndrojë 10 minuta. Kjo maska është një scrub që ndihmon shumë për heqjen e zbokthit. Unë kam pasur shumë zbokth. Këto kohë të fundit unë s'kam fare zbokth për shkak se jam fokusuar shumë skalpit të kokës, i bëj masazh, i vë maska të ndryshme dhe kam marrë shampo të përshtatshme për flokun dhe skalpin tim. Sigurohem që të masazhoj dhe të vendos scrub kudo, sepse kam një skalp që më kruhet shumë dhe kjo krijon zbokth. Përgatis lëkurën e fytyrës me një larje të dyfisht, përdor këtë vaj nga Centella, është goxha i mirë, pastron poret deri në thellësi dhe largon çdo papastërti që kemi në lëkurë. Mundohem të mos e përdor gjithmonë për shkak se ka përbërje vajore, por kur i hedh ujë, kthehet në një gjendje qumshti, pra është shumë fani. Përdor larësi nga Centella, është goxha i mirë, e ndjej si scrub, e ndjej fytyrën shumë të pastër. E thaj fytyrën me letra një përdorimshme për shkak se ato peshqirët e vegjël nuk më ngjisin shumë. Me këtë letrat jam më e sigurt dhe është e pastër çdo gjë. Kam më shumë se një vit që përdor këto eye patches nga Pixi që janë detoxifying dhe janë shumë të mira, i ndjej pjesën poshtë syve shumë mirë dhe përdor këtë scrubin që ka qymyr të zi nga Fenty, e kam bler në TK Maxx, mund ta gjeni edhe më lirë. Unë e kam gjetur shumë lirë në TK Maxx. Është goxha e mirë për të pastruar poret dhe për të bërë pastrimin e pikave të zeza dhe për të balancuar yndyrën në lëkurë. Ndërkohë që pres 10 minuta për maskat sa të bëhem, bëj një çaj, ulem, ri në telefon, kthej ndonjë përgjigje, scroll në TikTok ose varet, ose shoh televizor. Por këtë çaj ne çoj deri në fund të procesit, pra deri kur të kre flokët. Tani do filloj me procedurën e larjes dhe do tregoj të gjitha produktet që unë përdor për larje. Por si fillim, do lak flokët dhe do heqim scrubin e mbetur, pavarësisht se nuk hiqet tamam. Ndërkohë me ujin e ngrohtë mundohem të heq argjilën me qymyr dhe tani do përdor këtë shampon e Lusetës me rice water. Më përpara përdorja të njëjtën markë, po përdorja atë me kolagen dhe turmerik, ka qenë goxha shumë e mirë dhe ndihmon në rritjen e flokëve. Por dhe kjo është shumë e mirë. Unë në fakt këto produktet kështu i marr të gjitha në TK Maxx, i gjen edhe me çmime pak më të arsyeshme. Bëni të sigurt që kur të lani kokën mos ta fërkoni me thonjë, por ta fërkoni me pulpat e gishtave. Për të mbajtur ngjyrën bjonde, pra që të mos më bëhet e verdhë ose e kuqe, përdor këtë shampon Ozje, hedh goxha shumë. Nuk e di nëse është mirë apo jo, por hedh shumë që të bëj punën e saktë. Dhe e lë ku 4-5 minuta që të qëndroj. Përdor të njëjtën mask me rice water të Lusetës. Luseta më pëlqen shumë si markë për flokët, prandaj dhe e kam marrë dhe maskën, edhe sigurisht kam bërë sigurt që të marr dhe maskën lila të Ozje, për shkak se ndihmon në zbardhjen e ngjyrës së fijeve. Për të larë trupin përdor këtë furçën edhe një shampo të thjesht gel, thjesht për trupin. Shampon e trupit e marr tek Sien në Lidl, thjesht një të lirë, një të mirë dhe një aromë që mua më pëlqen. Pasi mbaroj trupin, sigurisht kanë mbaruar 10 minutë i maskës dhe i jap një shplarje flokëve. Për flokët përdor këtë peshqirin microfiber, është goxha shumë i mirë dhe më ndihmon që ta mbaj më gjatë,
kështu që do përfundoj dhe skincare-ën tim. Sigurisht dhe çaji është ftohtë, po gjithmonë do vi pas meje, më duket si një terapi, si ku më ndalon të ngrënin dhe nuk më lejon të hap talloje që tjera. Përdor këtë beef tallow për strijat dhe glycolic acid nga ordinari e përdor tek pjesa në setulla, ndihmon tek djers. Ka të benefite të tjera, po unë e përdor si një antidjers natyrale. Tani do të përdor këtë tonikun nga Centella, është shumë i mirë për balancimin e pH-it në lëkurë. Ndërkohë që lë lëkurën të përthith tonikun, vesh rrobat e mia të preferuara, pijamat, dhe pastaj vazhdoj me hapat e tjera të skincare-s, që është hyaluronic acid nga The Ordinary, dhe sa lë hyaluronikun të përthithet, përdor kremin e syve, e kam marrë tek Yes Style. Dhe tani kam marrë të hidratantin e number 7. Nuk e di nëse është shumë i mirë apo jo, por nuk po gjej derma në një hidratant për fytyrë të ndryshme. Nëse keni ndonjë sugjerim, ju pres te komentet poshtë. Kam marrë dhe këtë serumin për buzët nga The Ordinary, është goxha shumë i mirë gjatë natës, hidraton buzët dhe gjatë ditës i ke shumë të buta dhe të mira. Tani të kalojmë tek kujdesi i flokëve. Si fillim unë do i kre flokët, thonë që është keq të kresh flokët e lagura, po ky krori është posaçërisht edhe për flokët e lagura. Përdor 2-3 produkte të ndryshme kundra nxehtësisë. Se t'ju them drejtën, jam shumë e fiksuar, nuk e di se sa i mbrojnë këto produkte kundra tharses, por e kam të nevojshme që t'i bëj me tharse dhe me krahër flokët e mos. Tani që i kam lyer, e ndjej shumë të nevojshme se po nuk i kreja me krahër, më rrin shumë frizzy, më rrin shumë si lesh, si të pupshitura. Me këtë tharsen kam gjetur rahat, në fakt se thotë që nuk t'i djeg shumë, nuk është se kam parë ndonjë djegje shumë të madhe, përveç se dekolorusit në flokët e mia, i ndjej shumë të mira, i ndjej me shumë volum me këtë tharsen dhe kam gjetur rahat. Të gjitha produktet që kam përdorur këtu do ju lë një link ose do ju lë the storefront të Amazonit tim. Produktet e kerastases i gjeni edhe në Amazon, mund t'ju lë dhe linku në Amazonës, por i gjeni edhe tek Toni & Guy. Pra, te Toni & Guy online i keni edhe më lirë. Doja t'ua tregoja se këtu nuk janë vetëm përçitur produkte nga ligjet e mia, por dua që edhe juve t'ju ndihmoj. Pavarësisht se juve s'më ndihmoni mua. Thjesht jam unë këtu për ju, më duket, jo edhe juve për mua. Nuk kam parë ndonjë feedback shumë të madh, për të kërkuar nëpër mesazhe më kërkoni shumë për të bërë video, por nuk angazhoheni fare as me komente, as me like. Nuk e di, nuk ju ndjej të pranishme nëpër videot e mia dhe më duket sikur unë po flas me veten time. Serumi i skalpit më ka ndihmuar shumë që të më dalin flokë të reja, siç po tregova edhe pak më parë. Unë kam qenë tullace te pjesa e ballit dhe më janë shtuar goxha flokë të reja. Serumi i majave është goxha shumë i mirë, të ndihmon që të mos kesh shumë maja dyshe. Në fakt kur i kam pas flokët pa lyera, i kam pas më mirë edhe më ndihmoi shumë që të mos kisha maja dyshe. Shpresoj që të bëj të njëjtën gjë dhe tani, sepse janë bërë pajet flokët në fund tek majat, kështu që kam shumë të nevojshme që ky serum të funksionon. Tani është koha të shtrihem në krevatin tim për 7 palqefe, kështu si ishte më në gjuhën popullore. Hap telefonin tim të scroll, të shoh telenovelat e mia të preferuar. Për momentin po shikoj 3 telenovela turke. Njëra është e Shrefe, tjetra është Veliadet, njëra është Karpinti. Lini në koment çfarë filmash turk shikoni ju, ose çfarë seriale shikoni. Nuk e keni idenë se sa e rëndësishme është që të më tregoni që ju jeni aty duke më parë, nevojë që t'ua dëgjoj zërin. Faleminderit që më ndoqët.